forget you. E mbani kjo porosita Taqani. Jo vetëm që e qatë, po edhe e varrosët në 10 sekondë. E vajza, kjo është Shakira e ka kënduar me atë tjetrën? Me si e ka ajo? Me Rihanën. Kjo është me Rihanën, e? Kjo këmë diskutuar për skena erotike. Nuk pasu në gjë këtu. Nesër, koreografi nesër të rregullohet me gjithë skenat, e? Koreografi nesër, na hiq këto dy, na sill Shakirën dhe Rihanën këtu. E dua të plotësohet me ato skenat. Dakor? Të mos kemi diskutim. Vajza do thonë ne si bëjmë, do të bëjnë ju të dy. Atë të shohim. Ju njoftojnë të gjithëve që nesër në emisionin që thu, vajza do të kërcen. Si Rihanna dhe si Shakira. Njëm. Si të shikoni mi nderuar? Nuk do sjellë Shakirën dhe Rihanën? Po jamër ku i ke? Ora po them do bëj namin. Do të çmendë Shakira. Cila është Shakira nga ju? E gjen vetë ato lëre. Që ta dalloj cila është Rihanna pastaj. Shakira jam këtu. Rihanna është atje. Okej, bukur mbaroj. Kemi këtyre shtëpiave? Kam në dorë një dokument. Disa dokumenta, më falje. Shiko, përpara se Gasahiti t'ju shojë të gjithën, do t'i bëj një prezantim të vogël të hyni më thellë në muhabet. Kam një krye familjar që quhet Pirro Thanasi. Pirro. Si Pirroja e Pirrit. Jo se ti e mësuar thush Pilivili, kështu gjëra nga ato. Jo, zakonisht tyre që kanë emrin Pirro i them Pirro. Bravo, poker. Edhe zyra e gjendjes civile Rashbull. Po thot, Pirro Thanasi jeton këtu në komunën Rashbull me 4 persona. S'ka si gjë të keqe. Mund të jetoj një me emrin Pirro, mund të jetoj në Rashbull. Po, absolutisht po. Mirë po, na fut pak më thellë dhe më turbull. Përsëri e njëjta shkresë, më thënë e njëjta kokë shkresë, por lëshuar nga njësia numër 10. Në ku? Në Tiranë minon. Çfarë fletare? Po, Stalingrad i Tiranës. Ke parasysh njësia numër 10. Atje, stërfal për soja, stërfal për dëja. Luftë e madhe, bum. Asgjë. Thotë, po thot, Pirro Thanasi. I njëjti Pirro Thanasi apo një Pirro Thanasi? I njëjti Pirro. Banon këtu në 110. Dhe familja ti e përbërë me 4 persona. Po qa ka këtu? E ke pa telenovelën Kloni? Pra, në Shqipëri, një në Rashbull, një në Tiranë, janë 2 Pirro Thanasi të njëjtë. Një kalem në një moment. Kemi Rashbullin këtu. Do na fuzësh prapë më thellë? Po, një shkë, këtu rim këtu në këtë kohë. Kemi Rashbullin këtu, edhe 110 këtu. Bastionin e Partisë Socialiste. Bravo. Që po t'i bashkëm të dyja, kanë banorë të përbashkët. Pirro këtu, Pirro atje. Pirro ti e Pirro unë, ndalu Pirro se kam pak punë. Ndërko, bashortja e zotit Pirro, ose më saktë ish bashortja e zotit Pirro, për qenë i sinqert, tek bashkia, Këshilli Bashkiak Durrës, vendim për kredi të buta. Saj zonjës, që ka 2 vendbanime. Në Tiranë kanë shtëpi që ka paslet me bashortjen e saj dhe fëmijët. Në Rashbull ishte e pastre. Kredi të butë. Pa tjetër. Numri 25 të Marcela Nazar Thanasi. Kërkesë për kredi 2+1. Edhe 2+1. Pa që qa kujdove ti? Atë të amortja. Se zakonisht të pastre Po të mbuluar kokën. Api par, një pak prezantimin, monsieur, ndije. Individ të ndryshëm të shoqërisë shqiptare nuk e lën shansin të ike atëherë kur jepet mundësia për ta shfrytzuar atë. Kështu ka ndodhur edhe me ligjin për të pas strehet në Shqipëri. Rasti që do të ju sjellim sot na çon në qytetin e Durrësit, ku Këshilli Bashkiak i këtij qytetit ka miratuar dhënien e kredive të buta për 99 persona të këtij qyteti. Një rast i paraqitur pranë emisionit që thu konfirmon se abuzimet me kredi të buta ekzistojnë. I tillë është rasti i zonjës Marcela Thanasi, e cila ka paraqitur një kërkesë për të përfituar një kredi në Këshillin Bashkiak të Durrësit dhe më pas e ka përfituar këtë kredi. Ndërkohë që në momentin e aplikimit, zonja Marcela Thanasi ka pasur edhe një shtëpi të saj së bashku me bashkëshortin e saj, Pirro Thanasi. Në momentin që është kryer aplikimi për të përfituar në mënyrë të padrejtë kredi të butë, ne kemi qenë pronar të shtëpisë që është në pronësi për hatimin personale dhe të prindërve të mi. Një nga kriteret që duhet të plotësohet për të marrë këtë kredi të butë është se ky person nuk duhet të ketë shtëpi, edhe mbi të gjitha duhet të jetë banori i atij qyteti ku përfitohet kredia. Që nga tetori i vitit 2006 e deri më sot, unë jam banori njësisë bashkiake numër 10. Tani jemi tek njësia bashkiake numër 10 këtu në Tiranë dhe kemi ardhur për të verifikuar nëse familja Thanasi me kryefamiljar Pirro Thanasin dhe Marcela Thanasin kanë bërë ndonjëherë shkëputje nga kjo njësi bashkiake apo jo. Shkojmë brenda ta verifikojmë. Pirro Thanasi dhe Marcela Thanasi, nga cili vit kanë jetuar në njësinë bashkiake, do më thonë kanë qenë të regjistruar? Në njësinë 10 janë regjistruar në 10/10/2006.
Dhe nga kjo datë deri më sot janë banor të njësisë bashkiake numër 10. Nuk kanë asnjë lëvizje. Aman, mora, aman. Shtëpia me pamje nga dielli apo kështu se jam kurioz? Pamje, nuk e di. Kaleme, tash duhet ta dim ku ka qenë banori vërtet, në njësi numër 10 apo në Rashbull. Pra, ku është gabimi i sistemit, se ky sistemi i këtyre listave... Jo, nuk ka bon sistemi, se është i kompjuterizuar i tëri. O, sistema mortja. Në atë sistem të kompjuterizuar, mund të fusi durët kush të dojë. E fut durët pa e le gjurmë. Këtë nuk e di. Digje në hapin e dytë, digje! Me qenë se familja Thanasi nuk ka bërë ndonjë lëvizje që nga viti 2006 deri më sot nga gjenda civile e njësisë bashkiake numër 10, ne do të shkojmë të pyesim edhe në komunën Rashbullit se si ka mundësi që kjo familje është banore dhe kësaj komune. Ju jeni Piro Thanasi dhe kërkoni... Certifikat familjare kërkoni. Certifikat familjare sot nuk ndodhet këtu, pasi është i shpërngulur. Qytetar... është i shpërngulur? Zotëria. Si s'përngulur? Ka ardhur për një periudhë kohe, dhe sot nuk është më banor këtu, por është në Tiranë. Kur ka bësh shpërngulje? Atë tash është bërë në bazë të sistemit të ri të gjendjes civile që ka dalë. Kur është bërë sistemi i ri, të lutem? Që janë hedhur këto, janë hedhur në... Jo, sistemi i ri, kur ka funksionuar, sepse praktika... Po, është bërë me sistemin në 2009. Certifikatën familjare dhe Mos të nxitami. Certifikatën familjare sot ai e merr në Tiranë në njësinë 10. Kur e ka bësh këtu? Përgjigjen mund ta merrni në zyrën e gjendjes civile të njësisë 10 Tiranë, e cila Një shkputje nga komuna juaj, jo nga njësia 10. Për atë po ju pyes, sepse e ka tërhequr ajo nëpërmjet sistemit dhe vetëm ajo e di se si e ka tërhequr, se këtu nuk ka lënë asnjë gjurmë. Po kur e keni pas gjurmën ju që s'ka lënë ajo? Gjurmën ajo mund ta ketë tërhequr. Kur e keni pas ju që ajo e ka tërhequr? Unë e kam pasur, e kam marrë si banor në 2009 dhe Sa e keni mbajtur si banor? Atë nuk e di, nuk mund ta shpjegoj sepse di ajo në sistemin e ri të gjendjes civile që është bërë tashti, mund të hyj çdo kush zyre gjendjes civile, ta tërheqi tjetrin pa e dijenin e zyrës tjetër. Cili është ligji i ri, zëri? 10-129. 10-129. 11-5-2000. Ju komunikoj që në kohën kur është bërë praktika, ka qenë në funksion ligji vjetër, apo jo? Dhe ligji i ri civil nuk ka fuqi prapavepruese. Dhe unë gjurmën të lihen. Po ju keni një gjurmë për këtë qytetar. Zonja në fjalë që ka bërë tërheqjen nuk ka lënë asnjë lloj gjurmë këtu. Kështu, jashtë kamera, sa kohë kemi ndetur ne në Rashbull? Nëse ju mbahet mend. Shiko. Piro, sa herë ka ardhur të gjendja civile këtu në Rashbull? Hera parë, unë nuk e mbaj mend. Si? Hera. Nuk e mbaj mend. Si thot? Duket hera parë, ka 5 vjet, unë kam 30.000 banor. U bëra 46 vjet, kjo është hera e parë që vi në fshatin Rashbull. Ku janë gjurmët? Mua ma bit zoti Piro, që thot në gjithë jetën time është hera parë që vi në Rashbull. Po mëse ne, që do me thonë kjo? Ti ke një shtëpi në Rashbull. Mund të shkosh ta shikosh her pas here. Ose më saktë, ish bashortja e zotit Piro, ju keni jetuar në Rashbull, apo ju s'ka jetuar, pse marrë vesh të punë? Ose nuk ka lënë gjurmë në sistemin e kompjuterizuar. Pra, ore, sot, do më thënë se ka një problem tjetër përveç sa e kredije të butë që është përfituar, në mënyrë pa të drejtë, nga zonja, më falni t'ja lëqis emrin sakt, për të mos bërë asnjë gabim, zonja Marcela Lazar Thanasi. Atëherë mi nderuar, ju e pa që Rashbulli pohon thotë ka qenë këtu, po e ka tërheqë 10. Jo, përveç se kësaj kredije të butë që do zgjidhet shumë shpejt nga organet kompetente. Problemi më të madhe kam tek listat e zgjedhësve. Po çka kanë listat? Që i njëjti Piro është në Rashbull, është në Tiranë, dhe pse jo të mos jetë dhe në Gjirokastër. E çfarë halli ke ti po të plas kutia e votimeve të Rashbullit ty nga vota e Piros? Jo. Pastaj numri votuesve tu tek ne shkon. Edhe unë dua të marrë një shtëpi me kredit bunë në Peqin. Se mos ta marrë. Halla ta kesh. Qili bashkjak i Peqinit do i shtëpi në Peqin kë. Se e kam një 2+1 këtu në Tiranë, po më duhet edhe një 3+1 në Peqin. Bravo, ta ketë për fundjavë. Pra, problemet që dua të ngresonte është sistemi kompjuterik që nuk lej gjurmë. Mund ta tërheqë ajo tha zonja, nuk i vë faj zonjës, mund ta tërheqë njësisë 10, ose mund ta tërheqë këtu. Si u tërheqë kështu mi nën? Fal të bëj pyetje. Unë vendos tash, të iki nga këtu, të shkojnë në Peqin. Na pa zoti gjithë. Na pa, erdhi kjo ditë. Jo tek ai bloku i apartamenteve të rrethuara me policë në Peqin. Në Peqin, në Peqin. Në Peqin, brenda. Shkoj atje jam i pas 3. Po, shkoj në Këshillin bashkiak të, e them jam i pas 3.
Edhe ato më japin një shtëpi? Dakor, po. Me kredit butë, Po. Dakor, kjo që thëti është procedura më normale që do të ndodhi në Shqipëri. Po. Por për sa kohë, ti e banor i njësisë Numër 10. 10, s'mu të marrësh një shtëpi në njësi numër 1 në 500. Më falë, po njësia 1 në 500 me njësin 10, si do merren vesh me njëra tjetër? Pra, kjo është puna, në sistemin në database. USA Army, Navy. Pasan qenë të thella. Po. Unë do të pres një reagim që nga Këshilli Bashkiak edhe nga të gjithë tjetë. Dhe në mos reagofsh ju, do vit ju pyes vetë me gazetarët e mi. Do themi vetëm pas pak për shërimin e nderuar. Na ka hyr një miz në studio. Kush? Një sekond. Publicitet se na ka hyr një miz. Kush më? Ku vajti? Nuk e di. Nuk e di. Po vletat. Kush po se pash? Themi pas pak. Për të gjithë ata që duan të denoncojnë problemet e tyre, emisioni Qasu ka vënë në dispozicion numrin e telefonit 069 60 64 444, si dhe adresën postare Agon Channel, rruga Dytësore Tiranë Durrës, kilometri 2 Kashar, Tiranë.